thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, e nëse një njerin e lëndojnë dhe ofendojnë, dhe ky bën tobe edhe istighfar, dhe ky thot kjo është sebeb gjunaheve të mia, atëherë thot ky musibet për këtë njeri o begati. A ka me begati se dikush të shanë tije ta kujton istighfarin? Sa njerin e shetu anku e ma bani, më lëndoj, më bani zullum, më shkelive, qysh më ratu Allah? Qysh më ratu Allah? Që shumë e thjeshtë Allah? Mirëve me gjunahat e tua, mirëve kibojsh, ban istighfar, kërko fale për Allah. Ma dje funi veç Allah i mund me të analat. Kush më me të analat? Zakonisht njeri dhe zër i cili ngu dhe qka ban, thot më ka shaj, e shaj une, më ka prek, e preki. A besimtari qka thot? Ja. Të mire me qëto gjunat e mija, zoti që të gjunat e më kanë ba mu ki me më shaj. Dhe fillon më angazhu me tobe dhe istighfar. Allah në mundësof ja Rabbel Alamin. Dhe vonë, nëse një njeri e lëndon dikush, edhe këtë tash, këtë angazhimin e ban, ky filani, a ki ba, zakonisht këtë sprovohme me këta dhe se, me të bazë dikush zullum, na mo vend dhikrit Allahit, ata e bojnë a dhikr, a bave që a bojnë, këtë sprovohme me këta dhe se lëndimi i madh. Dhe sa ma shumë që i madh lëndimi, dhe sa ma shumë që i madh e prekja, njeri a ki ba, zakonisht, sa të hapët me zlisi, e be punën dhvim të qaj, se më ka lëndu, më ka prek, apo, andaj ti e shë për qemë se kjo vëzër o dopsi. Se pse o dopsi? Ti pse i të përmen zullumqarin që të ka bot ti zullum? Se ti po do mu liru, ti i e në zorije, do me qitë si pri muhabetit që të lirosh. Tho që e Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, nëse e shqip një njerin që atu mor me njerëzi, edhe ja këthen qamet me të qame, ta di se për një me ka ranë musibet. Që kjo musibet? Shumë njerëz thojnë Allahu na falt, e ka për qëllim tije, jo vetëm. Apo, sa njeri thot Allah i na fal, inshallah, Allah i na fal, ke gjuna qarje na. A ma i veç për tije ka për qëllim. Se benoj vetën gjuna qarje. A i disa njeri, kjo ndodhe, na, krejtë na ndodhe kjo. Inshallah Zoti na fal, a ma e kena në kriju dhe zullum qarë atje. Na jo, që kena bo na? Na me lo që të Allah i në tokë, po mës me konë na. E kështë me dharë, shejtani e ka një farloj futballi me neve, i lundo loja me neve. Kjo dhe zërë, o, lip fale për një mesë, ti e gjuna qari, unë jam gjuna qari, unë jam sebebi i kitë musibeteve. Tho që Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, si kur robi ta bante këta, do ta shëndron të sprovën e vetë në begati. Ti tut ju gjunajve tua, apo, kini pa në shpesher manuvrojmë tu. Vallave sa të këqia janë për hap, inshallah Allah isë në mërë me dënim. Më dhe me ka ta i kanë për hap. Ti mashallah te barekallah, Ibrahim ibn Adhemi 2026 në të jetue. Jo dhe Allah, Ibrahim ibn Adhemi ka dek herët, edhe Burera ka dek herët, edhe Ahmed ibn Ambeli ka dek herët. Po mos e lujti këtu, mos të akrojnë. Na myti neve hipokrizia e aktrimit. Aktrojmë.